Si çdo vit, me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit, Fondacioni i Rinisë Islame me qendër në Zyrit të Zvicrës vijon misionin e tij humanitar në trojet shqiptare dhe më gjerë. Përmes iniciativës Shporta e Ramazanit, ky fondacion ka shpërndarë mbi 1000 pako ushqimore për familjet në nevojë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe vende të tjera ku komuniteti shqiptar ka nevojë për mbështetje. Si një fondacion me vizion dhe përkushtim, Fondacioni i Rinisë Islame është një nga fondacionet më të mëdha humanitare që operon në rajon, duke u dalluar për transparencë dhe përkushtim në ndihmë ndaj të varfërve. Këtë vit, veç shpërndarjes së ndihmave në trojet shqiptare, personalisht, kryetari i fondacionit Zoti Lulzim Lecaj ndërmori edhe një udhtim të posaçëm në Ugandë, ku organizoi shpërndarje ndihmash dhe iftare për komunitetet më të varfra, duke treguar se solidariteti nuk njeh kufi. Në një prononcim për mediat, Zoti Lulzim Lecaj tha: Ky është një mision që na frymëzon dhe na obligon të vazhdojmë mëtej. Të shohësh buzëqeshjen e dikujt që nuk kishte shpresë për një vakt ushqimi, është më shumë se çdo shpërblim tjetër për ne. Ndërsa ndihmat nuk mjaftojnë, por ne e bëjmë detyrën tonë, u shpreh në një prononcim për mediat Zoti Selami Hyseni, drejtues Fondacionit të Rinisë Islame. Ne e dim që ndihmat nuk janë të mjaftueshme për të zgjidhur problemet sociale, por është një detyrim moral dhe shpirtëror për ne që të ndihmojmë sa të mundemi. Ky angazhim është i vazhdueshëm dhe ne nuk do të ndalemi. Por prioriteti kryesor i shpërndarjes së ndihmave nga Fondacioni e Rinisë Islame mbeten jetimet. Në bashkëpunim me Fondacionin Mirësia, një shpërndarje e madhe ndihmash u organizua në Tiranë, ku përfituan 10 qindra fëmijë jetim. Në ambientet e Fondacionit Mirësia, u realizua një event i veçantë për shpërndarjen e pakove ushqimore, duke përçuar mesazhin se këta fëmijë nuk janë vetëm. Zoti Korab Kaja, drejtori ekzekutiv i Fondacionit Mirësia, tha: "Këto ndihma janë një mbështetje e jashtëzakonshme për këta fëmijë. Falenderojmë Fondacionin e Rinisë Islame për këtë bashkëpunim të shkëlqyer, i cili sjell një dritë shprese për ta." Zoti shpërblet, Zoti nderon vëllezërit nga Zvicra, të cilët kanë qenë gjithmonë pranë Fondacionit Mirësia, pranë familjeve në nevojë, pra fëmijëve jetim në Shqipëri, me kurbanet, me projekte të tërmetit dhe me projekte të tjera. Jemi të mbledhur së bashku këtu për të festuar me këta fëmijë jetim. Do shpërndajmë rreth 600 pako ushqimesh. Është një projekt i cili bëhet në bashkëpunim me vëllezërit tonë, bashkëdhetarët tonë nga Zvicra, vëllezërit tonë shqiptar, të cilët gjithmonë festojnë. Dhe ku ka më bukur se të festosh, ata gjithmonë festojnë me vëllezërit tyre shqiptar, Shqipërinë, Kosovën, Maqedoni. Po, familja jetimësh të rreth Tiranës, gjithë rreth Tiranës. Janë rreth 150 familje jetimësh. Do të kemi dhe familje tjera jetimësh që do marrin rreth të tjera. Nga qyteti i Tiranës në Kavaj, në një bashkëpunim shembullor për shpërndarjen e ndihmave të qytetit të Kavajës, ku miftiu i xhamisë së qendrës, Zoti Besnik Leçini, ndihmoi në identifikimin e familjeve në nevojë dhe në shpërndarjen e pakove ushqimore. Në një prononcim për Drita Televizion, miftiu i Kavajës tha: "Ky është një bashkëpunim i vazhdueshëm me Fondacionin e Rinisë Islame. Ne jemi mirënjohës për ndihmat e tyre, të cilat vijnë gjithmonë në kohën e duhur për ata që kanë më shumë nevojë." Në kuadër të projektit Shporta e Ramazanit, ne në qytetin e Kavajës shpërndajmë rreth 150 pako me ushqime për familjet besimtare që janë në nevojë. Këto pako janë siguruar ashtu sikurse edhe vitin e kaluar nga Fondacioni i Rinisë Islame që është në Zvicër. Dhe gjej rastin t'i falenderoj përzemërsisht dhe ta lut Zotin xhel Leshanuhu që t'i jap mirësi, t'i jap suksese në aktivitetin e tyre, në misionin e tyre. Pas Kavajës, destinacioni tjetër i xhirimeve tona ishte Gjilani. Drejtori ekzekutiv i Fondacionit Amaneti, Zoti Bleri Marifi, kishte organizuar një shpërndarje të kujdesshme të ndihmave. Ai vlerësoi bashkëpunimin me strukturat lokale të çështjeve sociale që bën të mundur identifikimin e saktë të familjeve që kishin më shumë nevojë për ndihmë. Sot jemi në komunën e Gjilanit, ku Fondacioni i Rinisë Islame, të cilën e falenderojmë shumë gjithë ata donatorët, bashkëdhetarët tanë që nuk e harrojnë familjet e tyre në Kosovë. Gjatë javës ardhshme do të fillojmë edhe me komuna tjera shpërndarjen e mbi 400 pako nga Fondacioni i Rinisë Islame. Ndërsa drejtori i shërbimeve sociale të Gjilanit, Zoti Mursel Zymberi, u shpreh: "Kontributi i Fondacionit të Rinisë Islame ka qenë i vazhdueshëm dhe shumë i rëndësishëm për familjet që po përballen me vështirësi të mëdha ekonomike. Kjo ndihmë është një shembull solidariteti për të gjithë ne." Gjithë shqiptarëve kudo që janë, në veçantë Fondacionit të Rinisë Islame në këtë rast, e cila na ka ndihmuar dhe na ka lehtësuar për këtë festë islame që me pas të gjithë sofrën barabartë me të tjerë.
Ndërkohë, zoti Symberi kishte planifikuar për ndihmat edhe një grup familjesh të ish ushtarëve të UÇK-s, të cilët për ironi të fatit ka nevojë për ndihmë. Pavarësisht se grupi i xhirimeve nuk mundi të ndjekë të gjitha shpërndarjet, Fondacioni i Rinisë Islame realizoi me sukses ndihmën në qytete të ndryshme si Burrel, Klos, Bulqiz, Maqellar, Tiranë, Kavaj, Gjilan dhe shumë të tjera. Ky është një shembull i qartë se Fondacioni i Rinisë Islame e ka të qartë misionin e tij, të ndihmojë ata që janë në nevojë, duke sjellë dritë dhe shpresë në jetën e njerëzve. Fondacioni i Rinisë Islame është një nga fondacionet më të mëdha humanitare në rajon. Ai dallohet për transparencë dhe për kushtim në ndihmën ndaj të varfërve, ndërsa synon të mbështesë sa më shumë familje në nevojë.